emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje të nderuar shikues këtu nga sheshi kryesor në Prishtinë, nga sheshi që mban emrin e kryeherojit, krye legjendës tonë shqiptare Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Sot këtu pak larg me po shënohet një manifestim i jashtëzakonshëm për të kujtuar 620 vjetorin e lindjes së këtij heroi, i cili ndër breza shërbeu si frymëzim jo vetëm për doktrinën politike, por edhe për atë ushtarake, duke mbajtur gjallë shqiptarizmën kudo që ajo është rrethuar me regjime të ndryshme të tiranisë. Sot është një ditë pa diskutim e rëndësishme për kudo shqiptarët që janë në Kosovë. Unë kam dëftuar një musafir të veçantë, i cili do të flasë për rëndësinë, kontekstin historik, edhe atë politik se jo, që shkaktoi lëvizja Skënderbeut në gjithë në regionin Ilirik, nëse më dhe Gadishullin Ilirik, edhe sot që quhet Gadishulli Ballkanik. Këtu është shkruar një pano në ndër të lindjes tij. Sot përkujtojmë lindjen e një emri që nuk vdes kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Këtu janë vendosur që në mëngjes Korora Lulësh, është vendosur flamuri kombëtar shqiptar dhe po vijojnë nderime të njerëzve të shumtë të ardhur nga gjitha viset shqiptare për të përkujtuar ditëlindjen e të madhit kryeheroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Pikërisht për këtë arsye, unë kam të ftuar një musafir që nuk e kam të zakont. Së paku nuk është paraqitur shpesh në media së fundi, ka qenë aktiv në politik, është shkruesi deklaratës pavarësisë së Kosovës, zotin Driton Tali. Faleminderit zoti Tali për kohën. Që rëndësi ka fillimisht do të nisim me për ju ky përvjetor i rëndësishëm i legjendës madhe shqiptare? Ky është më i madhi nga ne, është njeri që na inspiroi gjeneratat e mëpasshme. Sikur mos ishte ky, base do të ishim shqiptar pak më ndryshe. Është një njeri që na mobilizoi të gjithë, na unifikoi, dhe është krenaria jonë, nuk na që e patëm. Meqense kene qenë politik, nuk do të futem në politik Tali, po duket se një rrëfim i tij për unitetin, për bashkimin vlen dhe sot, teksa vendi po përballet me bllokadë politike. Absolut. Ky është ai që na inspiroi dhe që do të na inspirojë edhe në të ardhmen, dhe ne kemi ditë në momente të vështira ta kopjojmë të madhin Skënderbeu dhe të unifikohemi sa herë që na është dashur. Shumë herë nuk jemi sjell sipas mësimeve të tij, po kështu është jeta. Sa gjykoni se i është vënë rëndësi pesh kësaj figure kombëtare në Kosovë, në gjitha milisët shqiptare përkatësisht? Po unë mendoj se të një shtresë të caktuar intelektuale, mos them patriotike, po them intelektuale, po e ka atë vendin e vetë, gjithmonë e ka pas, gjithmonë e ka inspiru. Ndonë se të një shtresë tjetër ka dhe manipulime për interesat të ndryshme, keq interpretime dhe s'kem çka bëjnë, kështu është. Si cilëson këtë habitat kulturor aktualisht? Po them, kur natyrisht ne jemi vend i lirë, e konsumojmë lirinë e shprehjes, por duket që me rast edhe kjo nga ky habitat mbasi i kontaminuar kulturor, po përdoret për të goditur figura që kanë ose përfaqësojnë legjendën e kryeheroizmave ndërshekuj. Po shiko, sociologët thojnë dhe psikologët thojnë, janë tri të vërteta, është ajo e vërteta personale, do me thonë ato që personi beson, dikush beson në Hari Krishnën, dikush beson në Budën, dikush beson në Krishtin, dikush beson në Muhamedin, dhe këto janë krejt normale, pra është e drejtë se cilit besojnë atë. Dhe pastaj kjo ndërlidhet me atë, si thonë, të vërtetën e përsëritur, vërtetën
lënimit. Pra sa më shumë që ta përsëritësh një diçka, varësisht nga ajo e drejta jote personale, fillon ti të besosh. Rastin konkret, Skënderbeu luftoi kundër Perandërisë Osmane sepse ishte islame që nuk qëndron. Dhe kemi këtë drejtën apo të vërtetën historike, apo shkencore, cila gjendet vështirë sepse duhet punë, duhet hullumtime, por gjithmonë ajo në fund i mbizotron në këto dy të vërtetat e parë. Që për shumë bazohen base në spekulime, Unë thash, e vërteta e dytë është spekulim dhe varësisht nga ajo perceptimet e tua personale, e vërteta jote personale, pastaj e ndërton tregimin tënd dhe por ajo gjithmonë dështon, po them, sa herë që të futemi në këtë vërtetën e tretë, të vërtetën shkencore, import, pra nëse shikojmë edhe religionin e mesjetës, edhe religionin e sotit, përgjithësi të gjitha religionet, pra ka një qasje tjetër, sepse më prallja në ata që besojnë edhe pse ka të tillë se toka është e rumullakët, në mesjet, nëse dikush e pohonte një gjë të tillë, ai vritej. Pra, shkenca ka bërë shumë gjëra. Prandaj edhe te rastin e Skënderbeut, tashmë kemi dalë nga lëkura e mitizimit, po e trajtojmë si të tillë dhe për mendimin tim del tjetë edhe më i madh sa herë që t'i qasemi në formën cilën realisht ai ishte, del shumë më i madh se sa në formën e Gjergje Lezalis apo çka mitizimeve të panevojshme që i kemi bërë ndërkohë, sepse na është dashur. Na është dashur ta kemi për të ekzistuar, për të mirëmbajtur rezultatet në Tiranë. Për ta pas një Gjergj Kastrioti nuk e bëri luftën për fe, bëri luftën për të mbrojtur identitetin. Atë lloj civilizimi që kishin ardhënorët në gjithë këto treva. Shiko, Gjergj Kastrioti, kjo është me rëndësi. Religioni për mesjet ishte shumë i rëndësishëm për njerëz sepse s'kishte alternativa tjera. Domethënë, ta marrëm një rast kështu banal, smundjet tentoheshin të shëroheshin, çka di unë atje me librat e shet, me hajmalia tjera. Pra isha i nivel. Andaj edhe nëse fëmiu një nane i shpëtonte nga vdekja, temperaturat e larta, ju lutke Zotit, i falenderojmë te Zoti se Zoti e shpëtoi. Nëse vdiste, ja linte Zotit sepse ishte ngushëllimi më i mirë. Dhe kjo është në rregull, krejt, duke kuptuar, por nuk ishte religioni i tërë. Ta marrim stokun musliman. Nga koha e kalifatit Rashidun, apo sahabëve të profetit Muhammed, pati lufta mbedallojit, nga momenti kur u bë atentat ndaj halifës Osman, siç njihen në islam fitna e parë, apo lufta e parë civile ishte tërësisht për pushtet. Pastaj këto luftat e Muavijës me Aliun, apo Hazret Aliun, është nga respekti për fetarës, nuk kam konsciencë fetare, ishte pura për pushtet. Pastaj të djemve të tyre, Jezidit dhe Hysejnit, masakra në Kerbela, ishte pura për pushtet. Pastaj të halifja më i mirë i Abazidëve, Rashidi, që ishte edhe personazhi kryesor i një netve, fëmijët e tij u futën në luftë për pushtet. Por mos u fute te Peranderia Osmanit, realisht kohën e Skënderbeut nuk kishim Peranderia Osmanit, kishim Beylik Osman, ku edhe vëllezërit fatësisht ishte i pranueshëm. Vëllezërit për tu bërë sultan kishin të drejta likvidonin njëri tjetrin. Në rastin e Muratit të parë, madje edhe djemt i likvidoi për pushtet, vllaun e vet. Me pushteti tu. Po. Domethënë gjithë e mba për pushtet. Gjashëm ka qenë edhe në stopull krishter. Pra, deri në kohën e Skënderbeut nuk ishte protestantizëm, pra ishte një katolike, një fe katolike, por luftat ishin në vazhdimsi mes anglezëve katolik,
skocezëve katolik, francezëve katolik, spanjollëve katolik, suedezëve, danezëve, pra. Pastaj në Itali mos flasim që unë me sa të kazëm thonë se cila marrall kishte kanë mbret. Domthon ky ishte ambienti i kohës i kohës së Skënderbeut. Çdo individ që kishte pak ambicie, që ishte i talentuar i zoti, tentonte ta arrinte suksesin e lekës madh. Aleksandrit Madh. Pa kështu duhet ta shikojmë Skënderbeun. Dhe gjitha të tjerat duhet t'i lëm anash. Skënderbeu për të arrit, pra për të kriju shtetin vetin, bëri atë që ja i konoi koha. Luftoi në Osmanët, ai nuk shkoi në derën e Misëlmus me Osmanët, po luftoi në Kruj, luftoi në Shkodër, pra aty ku e sulmuan Osmanët. Luftoi edhe kundër Republikës së Venedikut, për lufta e Dejes, pra luftoi edhe kundër Brankoviçit, atëherë kur ai nuk i lejoi që të shkoj për t'i dhënë ndihmë Vladislavit edhe Humjadit. Domethënë e bëri atë që ju nevojit për ta krijuar një shtet të vet. Këto është të tëra. Tash ne si shqiptar, si arbër, fati jonë që e patëm, fatkeqësia jonë që nuk e patëm edhe një Skënderbeu, unë jam shumë i bindur se po të ishte ta zënë Xhoni, djali i tij, dëshmua se nuk ishte as fija e Skënderbeut, por Hamza ishte një kopje shumë e hapur të Skënderbeut. Hamza po. Ishte një general i dashur, gjithmonë printe, por kemi mes jetën kemi. Pra ai kishte edhe dëshirën për ta zavancur axhën e tij, xhaxhajin e tij. Dhe lindi Xhoni, fatkeqësia jon, ai u dëshpërua e tradhtoi xhaxhajin se e dinte që nuk mund ta trashëgonte. Unë them, sikur mos linte fare Xhoni, sigurisht jam i bindur që qoftë Hamza kishte cilësitë e leadershipit, taktikën ushtarakë. Absolut, ishte Skënderbeu i dytë. Unë jam i bindur që qoftë Mehmeti, qoftë Bayaziti, qoftë i dy gjithnjë po flasim, do ta gjeni një marrëveshje, sepse edhe në interes të Osmanëve, Belikut Osmani, i cili ishte pra në ekspanzion, nuk ishte që të luftohet të kohën me shqiptar trima. Prandaj ka mbetur në memorie gjatë me shekuj tali. Absolut. Edhe së fundi vajza juaj ka mbaruar studimet në histori në Londër. Po. Edhe kjo mbase ka ngacmuar më shumë për të marrë me detaje. Jo, me Skënderbeun unë e kom inspiru vajzën. A ju e keni inspiru? Po se pak i kena eksploru arkivet, si me thonë, pikpamje studimore. Unë më shumë jam marrë me libra të botuara, të kohës, kam lexu. Në arhiva kanë qenë disa shqiptar tjerë, është Bejtullah Destani, një mik i im, ajo është marrë më shumë. Bejtullah Destani, po. Po, mbas edhe Dauti është marrë, Dauti, po. Unë nuk jam marrë, unë jam marrë me libra të botuara. Domethënë i kam lënë njerëz të mençëm në hub kohë nëpër arhiva, ata i kanë bërë gati, unë i kam lexu. Dhe ka shumë libra që merren me këtë, shumë autor janë marrë, sidomos me Osmanët. Edhe peranderin Romaki që tek ne s'di pse i referohen me Bizant, ajo nuk është qujt asnjëherë Bizant, sa ekzistoi. Pas Romakëve ishte Bizanti. Jo, nuk ka qenë kur Bizant, derisa ekzistoi. Një përshtatë satën u nda kisha në atë kohë. Po. Të lidhjet e perëndimit. Dakor, ajo është shkizma, është çështje tjetër, por si peranderia ata gjithmonë ishin romake, veten e quajnin Romak, Romej. Gjuha greko-koine, jo kjo greke, po greko-koine e gjuha Biblës ishte gjuhë ndërlidhëse, ishte lingua franca, pra nuk ishte të bëhe asgjë me bile grek, Yunan, apo Yonan, apo Yunan, si që i quanin hebrejt, si që i quanin sarasenët, si që i quanin aramenët, ermenët, pra fqinjt e grekëve të kohës, persianët, pashtu, nuk ka që nga humbja e Aleksandrit, ata shuhën. Dhe pastaj na lajmërohen në fund shekullit 18, edhe atëherë dhe termi Bizant, herën e parë termin Bizant e përdor. Ju futi gabimisht përdorë kjo? Absolut. Herën e parë. E përdorin historianët më? E kanë futë është. Unë me grek kanë qef atje talem, ju thëmë gjene një dokument që përmendën grekat
në shekullin e 12, shekullin e 11, në atë kohë kisha ma pak financa, ma gjë edhe këtime historianëve të Kosovës, si përmon, jap 10.000 euro shpërblim, tash ka ma shumë. Nëse e gjejmë, sepse nuk ka. Dokumentu, po. Nuk ka Yunan, nuk ka grek. Çka të shmojnë zona që ke pala atje? Gjithë ky relief gjeografik, Gadishulli, Iliri. Po shiko, perandoria romake, çka mund të vërtetojë, ç'mos mund të bëj. Perandoria romake, po i referohem lindore, edhe pse s'quhet lindore, sepse në kohën kur Odaseri në mbytin e Gjak Romën, me 476, nuk ishte më perëndimore lindore, ishte vetëm se një perandori. Ajo u dominua që nga themelimi, që nga Konstantini i Madh, që ishte Dardan, Justiniani, këto dinastit kryesore saja ishin ilire. Komnenët janë, kur filloj ta marrë të poshtë në perandoria romake, apo Konstantinopoja, për shikuesit të zbutit, se ju kam mësu vesh me dëgju fjallën Bizant, ishin komnenët, komnenët janë ilira, apo jo, janë arbër, pasasit e tyre. Realisht ishte perandori shumë transnacionale, sepse kishte Leo Treshi, për shembull, ai fliste arabisht. Perandori ishte dikun shekulli 7, mas dinastisë i Justinianit. Ai ishte arab, kishte edhe ermen, pra çdo individ që ishte i zoti, i fuqishëm, kishte të drejtë, kishte mundësi mu bo perandor. Por dominuan ilirët. Interesantale si ligjërohet kjo pjesë e historisë në tempujt e dijes në universitet, në shkolla atje. Prandaj unë nga ato libra jam ka flas. Pra, edhe njerë, termin Bizant për herë të pare përdor Wolfi, në atë skriptum Historia Bizanteja, 1557, dhe më thonë dikon 4 vite pas ramjes së Konstantinopolis, ke parasysh, edhe ai për shkak se në atë kohë Gjermanët e kishin uzurpu atë farë perandorinë e shajtë romake, që Napoleoni thot as nuk ishte perandori, as nuk ishte romake, ishte pra një bund i principatave dhe mbretërive të ndryshme gjermane, të cilat vetën e quanin perandori e shajtë romake, nga Karli Man, nga Charlemagne, të cilin dhe i tretë kurozojnë Romani Imperi rinovati, pra në kishte vitit 800. Pra, Wolfi donte që thonte se perandorinë romake nuk e pushtuan turqit atlaj musliman, por aja edhe më tutje vazhdon me gjermanët katolik. Ky ishte ajo farë referenca, po. Turqit asnjëherë, pra, turqit nuk e quajtën bizantlike pjesë, e quajtën Rumeli. Toka romake. Ishin 3.000 lete. Perandoria romake njifte 3.000 lete, sepse ishte sistemi ndërtuar, ishin muslimanët, të gjitha këto farë sektet, o marë parasysh ishin Sufi, apo Suni, apo Shia. Ishte mileti rëm, sepse kishte një marrëveshje me patriarkun ekumenik të Konstantinopolis, por nuk nishin ata si Yunan, nuk nishin ata si Slavë e tjera, ishte pra mileti rëm, romak, dhe ishin jahudit, mileti jahudi. Pra, këto tri milete njiheshin. Këto prallat që i ndëgjojmë se neve në shpatoj, ne s'kemi egzistu si popull, zyrtarisht gjithni po flasin, pra nuk ka pas anaut zyrtarisht. Jo, s'ka pas. Kur hes teri me gjëntusht, kur fillun të bëjmë, kur hes ka pas. Zyrtarisht gjithni e njohje jemi të thonë. Nuk po flas në bisedat normale, bile si pas këti James Bakerit, është një autor që ka vizitu Giglikun atër është edhe librin e ka Turqia në Evropë,
Ai thot se termi Arnaut në për kasaba, Arnaut ka konotacion të jo fetarit të laiku që se qanë kokën për fe. Arnaut ka fasi koka shqiptarit, do që her një nënë, hes një nënë ke parasysh dhe e të regon atje në hyrjetin. E nëzërën Osmanët. A? Osmanët e nëzërën. Osmanët e nëzërën. Pra, për Osmanët, ke parasysh, Osmanët në këtë kohë ishin si Jugoslavët në vaktamin, të je pak ma i risi mënë, e ke parasysh, termin Arnaut e përdornin si jo fetar, si laik, si ke parasysh, sepse ata ishin... Ashtu i tajtonin gjithë shqiptarët tu? Termi ishë është. Termi? Termi, jo. Se kish shqiptar që ishin osmanizu, ata ishin shumë kështu lojal, ke parasysh, por në përgjithësi termi jam të thënë. Po, ke parasysh, shqiptar si edhe njerë ta përsëri. Të cili tajtonin njerë që ishin të distancuar nga feja, që nuk qanin kokën, ja distancuar, po, që nuk agjeronin me kohë, me ren, regullisht, nuk shkonin në xhami regullisht, ke pa shkonin atëherë gjuman të zëm, kur ishin të obliguar sepse kishin marrë tokë për të konvertuar në islam, ke parasysh. Pra kjo ishte, pastaj ai tregon se si gratë, për shkak se në islam gruaja ka një trajtim tjetër, gratë vazhdonin me shku me vajza, vazhdonin me shku në kisha, e burrat me djem, në xhami të premteve, që ishin të obliguar sepse kishin marrë edhe Ka shumë dilema... Jo, nuk jam këtë dilema. Jo, ka shumë dilema, jo, që më du të thëmë tani. Kjo është nga dëshmitari okular. Jo, nga dhe di, jo... Nuk jam fjallët e mia, është libra. Jo, nuk po flasë për ju që keni dilema, as nga librat, por nga botë kuptimet e sotme që e rrethojme. Po unë e thash, po kthemi të tritë vërteta. E vërteta përsëritur. Gjatë Osmanëve e ka ruajtur shqiptarizmen. Po shiko, ajo është... Tash ka dhe antiteza, të zëmë, ma shumë shqiptarë se që janë asimilu në turq, nuk janë asimilu edhe në grek, sepse grekët e sodit një abo dënën, si pas mendimin tim 70% janë shqiptarë, 30% tjerë janë vëlle, aromon, ka dhe bulgar e tjerë. Ke parasysh, nuk ka pas grek. Do më thonë... Osmanët janë tu ata që rënuan, në shuan, Osmanët tu, në shuan, sepse kemi një marrëveshje që vazhdoi edhe Ataturku me mbretërinë serbokroate slovene. Ajo është e vonshme. E vonshme tali, por që ka rënjët në marrëdhëniet që kishin Osmanët me Rusët, mase që është zuan... Këta kemi neve të freskët, dhe më familjarët e tanë, të me të fundit që kanë shku në Turqi, nga ana babës e në 66, ende para Rankoviqi. Nipat e tyre janë turk. Këta ka anës ka shku pak ma vonë. Ke parasysh. Do një janë asimilu në turq. Ti marëm baballat e kombit shqiptar, Sami Frashëri. Ma gjenë dikush mu një pasas të Sami Frashërit që fletë shqip. Ne po flasëm për asimilimin e shekullit 20, po ku është shekullit 18, ku janë kyprilit që thonë familja pamshme kyprilit. Ma gjeni një nga kyprilit që thotë unë jam shqiptar, Benim Arnaut. Ky konstruksion ishte i Osmanëve, ta asimilonte ato që mund të quaj artnore. Asimiloheshe për shkak të... Privilegje, mëse? Privilegje. Për shkak të privilegje. Ke për asgjë tjetër. Si ishin gjithë ata shqiptarë sot që kanë rezistuar në unë kam një filozofi timen, e ka herë nguci këta miqtë mi historian të Kosovës edhe të Shqipërisë që flajnë. Unë mendoj se gjithë ne që sot ndijmë vetën shqiptar, kemi lidhje me malsor, gjithë ata që kanë humbë lidhje me malsor, janë asimilu. Sepse asnjëherë në malsi nuk ka mund të futët pushteti, nuk ka pas zyrat, nuk ka pas rrogë me marë, dhe gjithë ne që kemi pas dikush në shekullin 18, dikush në shekullin 19, që kemi rujt atë linje, qoftë që kemi marrë një nuse, kemi edhe një nuse, tjera, jemi shqiptar. Gjithë këta tjerë që kanë bejt në për qytete, janë Turqi, shikonin Turqi.
është një ndarja që janë turqit e bardhë, që nuk janë turq të origjinës, nuk janë as Oguz, jo këj është fisi i Osmanit. Po i shohim tek sa po mblidhen dalin fal vërnëryrje dhe kamermani, mbase mund të gjiraj dhe pjesën tjetër atje po. Po. Edhe pra nëse i shohim qytetarët e Turqisë, do më shumë se gjysa janë me preardhje jo turke, sepse fizionomia i turqit janë popull të qëtërgji, Oguz po flas, qofshin Seljuk, qofshin të fisëve tjera, qofshin këjin, këtë rastin e Osmanit, Osmani ishte i fisit këji, janë popullat laj. Do më thonë janë një ndarje e mongolve dhe tatarve. Dhe shqit fizionomia atyre, do më janë më të zashtë, janë flokët e dreva, kanë marrë disa milion tali shqiptar atje. Krejt së fundi, krejt këta shqiptarët e bardhë, krejt këta turqit e bardhë, një avbodë në enë, dalim shumica shqiptarë. Po, disi ka përpjekje për të mobilizuar atë emocionin etnik, Problema është me emisione televizive, duke rikthyer rrëfimet për kohën, e tjera tali. Çka mund të bëjë në vështrimin? Nuk mund bëhet më shumë. Këto me këto gjeneratat e Rankovicit që janë ikë, mund të punoj me ta, gjërsa këta që kanë ikë para asaj kohe, domethënë që kanë ikë analfabet prindrit e tyre tjerë, është problem, sepse janë martu me vendaset atje, janë integru, është problem. Është mirë që një numër i madh i tyre e dinë që kanë preardhje nga ne, dhe kjo është mirë. Dhe këta janë si them kështu, të strukturuar në gjitha institucionet shtetënore, pra janë të sedarë të shtetit turk, që është mirë për Kosovën, Shqipërinë, sepse gjithnjë do ta kemi, domethënë atë sentimentin që do të jetë, që do të na bëjë të jemi shtetemik. Si duhet të konstruktohen historinë ta marrë mishtruar pa historia tjetër gjatë. Po. Po kalon kënë personale. Ne Turqinë kemi shtet mik. Po. Ato ishte ajo është e padiskutueshme. Edhe për shkak të komunitetit turk këtu që i kemi, po edhe për shkak të këtyre, pra që thash që se darve shumë të rëndësishëm në shtetin turk, nga ushtria, mexhlisi, nuk ka institucion që nga themelimi i shtetit modern turk në Ataturk, këtej janë integruar. Ataturk, dy figurat dominante të luftës Çanakkales ishin Ataturku dhe Enver Pasha, që të dy biologjikisht shqiptar, kulturalisht turq, po biologjikisht shqiptar, ka shumë kësi tregime të turqit, qytetar turq, më kujtohet kur tregonin se si Ataturki ka bo kështu, edhe pse s'ka kur gjatë dokument shkruar për shqiptarët, në momentin kur ka pa një shqiptare ka marrë në Akademinë Ushtarake, ka kësi farë tregime urbane, sa dush në Istanbul, në Ankara, në Bursë, por nuk kemi, megjithatë, në vazhdimësi, esnafi ushtarak në Turqi ka pas element të oficierëve me origjinë nga ne. Për krye herojnë tonë, Gjergj Kastriotin nuk kanë but kuptim realist? Jo, kanë. Unë është ky Ilber Ortayli, është një nga tashti dominantët historian, bëri të qeshëm për punën e Hagia Sofis, tha njerëz, tha nëse ata të cilët e kanë ndërtu, aludojnë ne shqiptarët, sepse Justiniani ishte i joni, nëse ata nuk reagojnë, pse duhet unë të reagoj. Dhe bëri, shka desh të them, kanë, domethënë, ke parasysh nuk e kanë zbuluar tërën. Po ajo është detyra jone, nuk është e tënë. Për konsum të tyre dhe ke parë ministra tyre që kanë provuar dhe të intervenojnë në tekste shkollore. Davutoglu ka përdorë në otomanizmin për nevojat politike të tij, dhe ajo është e kuptueshme, por të shtresa intelektuale ka një qasje tjetër. Po flas te këta akademikët. Tash ka të tillë që edhe bëjnë sërbë, bëjnë edhe të shqiptarë këtu, ka që i thojnë që është sërbë, sepse nënin e pas ka pas sërbë, shqiti,
e tjera, po ata... Fotografimet shmendura këto? Po ka dhe atje, po them edhe nërë të... Fotografimet shmendura dhe këto që i ndëgjojnë të qytetarët se një pjesë e komunitetit, që mund të jetë në base i mbi ngarkuar me narrative në qoftë religjioze e tjera, base nuk e ka shikimin e këndjellun, të kthjellun për ta pa objektivisht. Një figurë përtej për masave religjioze, një figurë kryekfot që është angazhu për substancën, substratin e kombit. O shiko, kur ndëgjon se turqit kanë ardhur më na bë mu neve musliman. Pastaj unë e pse shkuan pra me Mekën Medinë, Selimi Javuzi. Selimi dikush e përktheni i vrashti, dikush e disiplinuari. Pse ai shkoi në Mekën Medinë edhe Mekën Medinë me bë muslimane 1518. Pse e sulmoi kalifatin Abazit. Dhe krejt Arabët i futi, nuk shkoj me lula, që shkoj me shpatë. Se bete i pushteti, po? Pra, pse shkoj edhe Arabë mi bo musliman. Pastaj është kjo lufta, kjo besatimi i Abdul Wahapit me Muhammed bin Saudi, pra besatimi i dy Muhammedve, i 1744, kur pra mirën vesh që Saudit ta udhëheqin anën politike, kurse Abdul Wahapi atë anën fetare. Po, ishin dy vëllezër ata, po. Po, edhe ajo marrë vesh edhe sot as ditë respektohet për ta çliru Hijazin. Bile. Po problemet lidhen nga ajo kohë duket se. Në 1818 Mahmuti II, sultani u dësht me thirr shqiptarët e Egjiptit, Mehmed Ali Pashën me dy djemtë e tij, Ibrahimin edhe Tosunin në shku me ndihmu me çliru Mekën. Tashti gjitha ato luftra atje mes muslimanëve, unë e përmenda këtij El Rashidit, dy djemtë Alamini edhe Al-Mamudi. Ta luftuan e vran vllavin. Fëmijët e Pajazitit të parë, Mustafa Çelebiu, Isa Çelebiu, Pajaziti, cilin e harrova Mehmeti i parë, po Çelebiu në këtë interregnumin Osman që i njohët. Për 6 vjet, 12 vjet e luftu njëri tjetrin për pushtet. Tash, ishin musliman ata. Shtohet pyetja, po. Ishin musliman apo prandaj këto janë disa, po them, këtu ka të bëj edhe ti ka pak me disa, po unë mendoj se edhe pa këtë neotomenizmin miqësia mes Turqisë, Kosovës dhe Shqipërisë është ekzistente. Është vend aktualisht sot Turqia është përfaqëson një vend strategjik të interesit bashkëpunimit shumë, sidomos edhe atë ushtarak. Cilin po folim aktualisht ku po i referohemi si një Irani të ri gjeopolitik tani. Natyrisht. Edhe mbështetjes vazhdueshme që Turqia ka dhënë për forcimin e ushtrisë së Kosovës. Unë këtë qasin e otomane, unë pesha pa lidhje, veç sa përna këtë shtresën intelektuale përna jeriton pa nevojë dhe ka herë dhe përna bën që në base të kemi një qasje jo korekte ndaj Turqisë, shtetit Turqisë. Ne shumë ma miqë të të ishën, absolutisht me shqiptarë është pa nevojshme. Me shqiptarë është pa nevojshme, sepse... Këtë debati i brendshëm midis nesh, po. Po. Ky debat është financohet nga këto qarqet në otomane. Po shikoni, Abdulhamidin e bojnë hero, njeri më destruktiv. Në perandërinë osmane se Abdulhamidi i dytë nuk ka. Ajo është që ndërprejti Mexhlisin, ajo është këtë universitetin që po i thojnë, universitetin Gülberhamin, universitetin e Stambollit që e shujti. Ajo është që i rritoj, dhe më dhënë, veti kishte dikun 20 e sa gra, 20 e sa gra i kishte që me standardet sotit shumica ishin fëmijë në moshën 16 vjeçare. Pra një person i shekullit 14 udhëheqte në shekullin 19 kur shkenca ishte në ekspanzion në Evropën e qytetruar, si që i referohen. Ku i gjemi sot, po? Prandaj po them, kjo është budallallëk. Dhe shkojnë këtë Mustafa Kemalin e akuzojnë njeri që e shpëtoi Turqinë. Pa Mustafa Kemalin nuk do të kishte Turqi. Po, atë është shtetit të kombëtarian atë. Jo, e shpëtoi, po mos kishte sot Turqia do të ishte një pjesë Greqi, një pjesë Rusi,
mbas Istanbullit edhe atëherë ishte qytedinie, domthonë Ataturku me ligj 28-ën ja ndroi emrin në Istanbul. Domthonë deri atëherë po deri ishte qytedinie, si ashtu me ç Konstantinie në osmanishtën, në turqishtën osmanishte siç po i thon. Tali, ku i gjejmë rrejt më të forta sot të prezencës e respektit për figurën e kryeheroit kombëtar Gjergj Kastrioti, Sicili, Kalabri, në rajonet Arpreshe, në Dalmaci atje, ku i gjejmë sot? Shiko, ata janë ku është ruajtur, konservuar, sorpreza nëse mund ta them kështu. Nëse duam ta njohim veten, natyrisht ata kanë psu evolucion. Kemi arbësh në Itali, sepse ata u larguan kur ra Skënderbeu, me vdekjen e Skënderbeut. Domethënë aspektin përditse sa ishim shqiptar, do t'i shohim ata. Dhe gjuhën shqipe të cilën ata flasin është relativisht ajo gjuha natyrisht pak edhe dobësuar me kohë nga italishtja, por në realitet është ajo. Skanderbeg, ish atje në Sicili, në Kalabri, në katundet e thella të Arbreshve dhe është prezent një, si më thënë, ambient kulturor tepër e motiv. Gjitha rrugët. Nëse duam, po them edhe ne, nëse duam ta njohim veten si ishim në shekullin e 15, i shohim ata. Në aspektin kombëtar, gjithnjë në aspektin identitetit dhe frymës që kemi pasur. Unë pata sot në një televizion tjetër, mos t'i bëj reklam tash, një debate ku thonte njëri aty se shqiptarët s'kan ekzistuar. Po si s'kan ekzistuar shqiptarë? Sardushani kur urzohet në perandora, ishte perandori sërbëve, i romejve dhe i shqiptarëve, i arbanazve. Dhe ajo është shumë po shqiptarë ishim në Arbanaz janë shqiptarët ortodoks. Ke parasysh këtë kishën Shë Nikolla këtu në Prishtinë, komuniteti Arbanaz e ka ndërtu, etj. Ilirian, Arbanaz, Arbanaz janë shqiptarët ortodoks që ishte një pjesë shumë e madhe e jone, realisht më shumë ishim ortodoks se sa katolik, por me kohë për shkak të rritjes së influencës Venedikut, Republikës së Venedikut, pastaj gjithë pjesa veriore u konvertuan në... Shikoni, ne ishim romak. Kryeqendra jonë ishte Konstantinopoja. Nuk kishte racizëm ndaj neve. Shumica e perandorëve ishin o Dardan, o Makedon, po Makedon i lirë, jo Makedon të Titës, o ishin Lapë, o ishin kishte edhe Dursak, domethënë ajo ishte jonja. Këto toponime që po i dëgjoj kanë erë Kosova, thojnë është toponim slav, nuk është e vërtet. Kosova është ai greko-koin. Edhe Gadrenica thuhet se është quajtur një rajon. Po, jo. Kos është një zog që i përngjan, është lloj i qafkave, i korvit, sorrave. Ajo është në gjuhën greko-koine, jo slave. Metohia është pronë e kishës, po është në gjuhën greko-koine, jo slave. Prandaj disa nuk... Përse bëj këtë? Ngarinë për klikime, sa është ambientet dhe i klikimesh tani? Po, shiko, sërbë kanë arritë ta bëjnë një farë historie të paqe. Tashti janë disa historianë sërbë që ka një qasje pak më ndryshe. Është ajo historia e Cviqit, e Gjorgjeviqit, ajo historia raciste ku janë mundu gjithçka krishtere ta patronizojnë dhe gjithçka jo krishtere, gjithçka negative t'ja qesin shqiptare, e bosnjakë. Dhe atë ambient janë kriju shumë gjenerata, shumë shkencëtar serb. Unë ka i lexoj disa serb atje që janë përkthy në anglisht, mos t'ju bëj reklam. Të çmendën janë ozëku. Ma të çmendën se këta që po thojnë Skënderbeu ka vra muslimin. Shqiptar. Çmendën budallë që gjithnjë po flas libra të vitit 1930. Po si u bën shqiptarët të mos i konservojnë trashëgiminë e tyre, t'ja përvetsojnë ta zënë serbët në mënyrë të dhunshme. A ke gjetur në shpikim si arriti një Gadishull dhe Lirek, i tëri ky rajon,
të kthehet në zonë të arvatjeve, të sundimeve, në historinë e re, rezistojmë për ta mirëmbajtur ato. Çka ka ndikuar? Në historinë e re, refuzimi i kërkesave të lidhjes së Prizrenit është mëkati më i madh që na kanë bërë turqit, apo Perandaria Osmane. Sikurse ti pranonin ato që nuk ishin kundër perandarisë, ishin me mjeshtri të thurura. Bila aty e para, dyta në Karaman e thotë se ne e njohim sultanin, se sheriatin do t'i kemi, domthonjë ishte mjaft me mjeshtri, por esenca ishte që nga 4 vilajetet të krijohet një vilajet që në për administratë futet gjua shqipe, që në rani sigurin policin ta mbajnë lokalet, domethënë në një farë mënyrë të bëhej një farë rikonfigurimi i trojeve shqiptare. Sigurisht të bëhet, ke parasysh, mbase do të hubni territor, sepse Greqia u bë shtet 1820-ën, Serbët do bënën më vonë, po u njoftën zyrtarisht 78-ën, Bullgarët e fituan një autonomi shumë të madhe në 1878-ën, e cila i shpiu në 1908, nëse s'gaboj në pavarësinë e tyre. Pra ne ngelëm. Shteti krijon mekanizmat shtetëror, ushtrinë, policien, krijon institucionet shkollore, krijon historinë e tyre. Për me konservu qatë trashëgimi ortodokse ardhnore sot, çka mund me bë? Sepse ka shumë që jetojnë në malësi, që jetojnë në zonat ndryshme, që kanë etimologji rrënjë shqiptare, ardhnore, por për shkak mbase të stigmatizimit që ortodoksizmin serbët e kanë propaganduar gjithnjë që lidhet me interesat e tyre, slave e tjera, mbase hezitojnë ta deklarojnë dhe veten, kemi parë dhe intelektual të shumë të akademik në Maqedoni, të veriut profesor. Shiko, në komuniteti më i sulmuar kanë qenë albanezët ortodoksët shqiptar nga mbretëria serbokrate slovene, sepse janë trajtu si serbë tradhtar që kanë tradhtu kombin të asimiluar në kjo ka qenë qasë. Sot ke për shembull Gashić. Unë jam Gash, kësherian është. Unë jam me origjinë, jam nga Leskovci, jam muhaxher. Pra me pytat Gashić, mund dalë edhe në këshimi aty. Pra dhe ke shumë të tillë të cilët janë serbizuar sot. Ka pas një presion të hatashëm mbi ta. Do të jem edhe korrekt, domethënë në atë stilin ose pranoj se e sërbë ose po ta hekin kokën, domethënë kaq e thjesht kaq. Prandaj edhe janë asimilu. Disa janë asimilu edhe në mungesë të martesave, sepse me islam nuk mund të jepsh kaurit, ke të drejtë mash kaur, sepse gjithmonë ekziston mundësia që grujen ta konvertosh në islam, po për shkak qasjes ndaj gruas. Këto janë konsekvencat e sunduzve, sidomos aty Osman. Po shikoj, unë për shkak se me e çelën një temë, për shkak se kisha ortodokse, autocefalia lidhet me shtet. Njëri thash, ja përmend emrin se mund të thotë se kam ingjizu, mund të thotë porraj, njëri që ishte atë në grupin negociator. Ma di që këtu e për një bisedë, i thoja se bane një kërkesën. Unë e di që ja refuzoj se... E për Vjenën? Për Vjenën. Bane një kërkesën, ke parasysh, dhe a i filloj atje, jo se ja, po në të mësë më kalëzëm, unë e di që se ja, po një kërkesën, le të futet në... Nuk është futur ajo. Po kurse bane hisë për bisedën. Edhe ndër tjera e më tha, veç në të nga njohin se edhe xhamin e Qarshis këtë, me të Fatiut, do t'ja vjapë, kanë me ta marrë edhe teqen, edhe kishat katolike, edhe kretet, edhe apet së njohin. Kjo se bi përsëri s'ka me. Çështja ime ishte që në të futet në temë diskutimit, sepse i në gjallë pas të emocionet. Kjo iniciativa e atë Nikolës, është atë Nikola? Po, atë Nikola Gjuka, është për ta përshëndetur. Prëdnisi. Është për ta përshëndetur,
është për ta Kishin përshëndetur. ortodokse shqiptare, po. Është ajo farë Metropolia, po. Po, ajo është për ta përshëndetur sepse këto nëse i shikojmë nga ajo se kush i ndërtoi. Gjitha këto xhamia janë turke ata. Pra, tempulli i lutjes nuk është kush e ndërtoi natyrisht. Dihet kush e ndërtoi, po i takon atyre që luten. Në vendin që janë. Prandaj edhe Graçanica dhe gjitha këto kanë bjetu sepse ne i trajtuam si tona. Sigur se ne shqiptar të mos i trajtonim të gjitha sepse ne kemi trajtuar si tonën, sepse ka pas shqiptar ortodoks, ke parasysh, sepse ka pas shumë shqiptar të konvertuar në musliman dhe kemi trajtuar si tonat. Sigur ne të mos donim. Gjatë periudhës, domethënë nga 1000, hajtë po themi nga shekulli 17, asë njëra nuk ish me mbjedh. Ne kemi rujtë. Domethënë sot që janë na vojvoda, janë që kanë qenë rujtës të kishës. Sakt. Për fund do doja, Tadi, një këshill që mund ta ndash me komunitetin e akademikëve, ata që janë, nuk du as ti glorifikoj, as ti shpërfil, historianët e tjera, për shtetin e sens, çka mund të bëjnë në gjanë, për ta mirë mbajt të trashëgimi, të ardhnore tonën, po thënë. Veç dhe një jashtë Likurës nuk kemë nevojë me mitizu Skënderbeun. Skënderbeu shumë më i madh se sa që disa mundohen ta bëjnë. Kaq janë dokumentet, bënu një shkencëtar, mos hap dëgjova një emisioni që e kam respekt ndaj tij, kam mik, si akademik, fliste si politikan. Lënë politikën, ju jeni akademik, ka ndodhë çka ka ndodhë, nuk është se ne kemi ndiku, nuk i kom thonë Selimit të parë, shko sulmoje Mekën, Medinën, bas kom ekzistuar. Këto janë gjëra historike që ka ndodhë, ti marrim si të tilla dhe s'kem nevojë imponime. Dhe shohim se sa të ndaj kemi qenë. Shikoni, me cinizëm, ne kemi çuditë, kemi habite dhe Zotin. Ne shqiptarë së është dash me mbjetu. Nuk kemi pas kishë tonën, zyrtare, nuk kemi pas xhami tonën, nuk kemi pas shkollë tonën, gjuhën e kemi të nënës, gjuhën e kemi të familjes, eventualisht sokakut. Sepse gjuha e pushtetit ka qenë gjithçysh, po jo shqipe. Dhe kemi mbjetu. Jemi mrekullie. Mrekulli thu. Ne edhe kurdët, gjithë lindja e mesme është arabizu, persianët sepse kishin një traditë shteti, kurdët kanë mbjetu, ku janë abeatët, ku janë aramenët, ku janë siriakët. Sot ki të zëmë një i krishterë, jo dhe musliman, thot unë jam arab. Arab të origjinës janë atje të Hijazi, të Meka Medina. Për mos t'u fut në Maghreb, që edhe marokend, këj popull tjetër thonë jemi arab. Pra, ne kemi mbjetu... Fat, mrekulli, si kemi mbjetu. Po, edhe prandaj them, kemi mbjetu sepse të gjithë që kemi mbjetu, kemi lidhje direkte me malsinë. Këta ata që kanë hupat lidhje, janë asimilu, edhe këta që kanë pas ndonjë lidhje për privilegje edhe kanë... Po, sepse s'u kanë ndërportu atje, po shka ka pas me lypë Turki atje, shka ka pas me lypë Turki, me Kali, në Malsi. Domethënë, unë jam në tonë ka Ana Marava, shka ka pas me lypë në Zarbinës Turki. Ka plas Kali me hypa qëra. Po, ka plas Kali edhe me hypa atje, ke parasysh. Dhe ata kanë bo jetën e lirë. Ne është detyru t'i adaptohemi ne, qytetarët, kush kanë qenë, ndash t'i adaptohemi se ose kemi gjetë një punë si tatim mbledhës, ose dishka dhe ndash t'i adaptohemi që shu banëm komunista, a dinti? Ramon Morina, 86-ën ka thonë janë 72.000 libreza komuniste. Sa ishin në kohën e Rankovicit, asë një heqë? Ne, se ka pasë. Po në 37 sa komunistë ishin në Kosovë. Një ngishta.
Shko, 87 pezon, 50 vjet. Është histori shumë e shkurtër. Shumë e shkurtër. E që dallimi. Pse janë bo komunista, dikush me gjetë në vend punës, dikush mu promovu në vendin e punës, ka kry fakultet pëse mos më bo shef, me librest komunista kishe përparsi, dikush me kalu renin radhën që pritte për banes, do me thonë ishte për privilegje. Kryet po për privilegje, po. Se sot mi u thonë keni qetë komunist, sytin zërë. Tadi, unë falenderoj për kohën shumë. Ishte knasi. Urime edhe juve. Për 620 vjetorin e ditines kryerorit Skënderbeu. Urime ditinja ati është nuk është vetëm se figurë shqiptare, por është një figurë shumë e rëndësishme e kohës. Do më thonë, nëse e marim Stefanin e Madh, Janusz Hunyadin, këta kishin më shumë, si më thonë, njerëz. Ne atëherë ishim shumë pak. Dhe ky dominante. Ky përfaqëson lidershipin të gjithë perandës botnor, po. Do më thonë Alfonsi, trashëguesi i Ferdinandi, sepse ishte djali i Giraldone Karilje, kësaj dashnores Karolinës, dashnores Alfonsit, pra nuk ishte djalë legjitim, Papa Kaliksi, ky që e bëri në kësi... Tali, se jemi në fund. Okej, e bëri atlet Krishtit, e ftuan Skënderbeun mi ndihmu Ferdinandit për me marrë pushtetin, sepse ishte në luftë me disa familje të fuqishme si që ishin Anxhut. Pa, aq i madh ishte Skënderbeu. Falenderoj Tali, shumë. Ishte knasi. Falenderoj shumë. Gjithë mirat. Të nderuar shikues, jemi këtu teksa po vjen manifestimi sipas programit të aranxhuar me herët. Aktualisht po performojnë fëmijët, është program me vonë natyrisht i këngëve me burimore folklorike, me motivacion gjitha për Gjergj Kastrioti Skënderbeun dhe nga këtu po shohim prezencë qytetarë të shumë që vinë për të fotografuar natyrisht tek shtatorja Skënderbeut, shohim policinë e Kosovës që porun gjithë këtë ambient publik. Nga këtu ne po ju përshëndesim, po më rrethojnë kolegët aty, po ju përshëndes nga këtu me këtë emision të veçantë, këtë ditë të veçantë për kryeheroin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.